të mbyllin ato shkolla që janë me femra, me vajza që vishën jashtë si puna e këtyre kape këtës, që vishën kështu si këto të mbyllin këto. Këto mos lejojnë, po, do nxjerrin mbyllën për jashtë. Duke qenë se jemi edhe në prag të zgjedhjeve tani, dhe duke parë një rini e cila nuk reagon, nuk është aktive, le të themi, ose asaj çka ata përfaqësojnë etj. Rinia jonë, me thënë të drejtën tash, rinia jonë nuk përqendrohet më shumë tek dija, të mësojnë, të dinë se si të veprojnë, por e kanë mendjen që t'i ngjajnë atyre herojve tanë, Avni Rustemit, Vasil Laço, Mjal Grameno, Azem Hajdardaj mirë ishte, po e kanë mendjen të pinë drogë, të vjedhin, të bëjnë prostitucione, e kanë mendje për gjëra të këqija dhe kjo tregon që edhe qeveria jonë e shfrytëzon këtë rast sepse kërkon që të jetë një rini e fjetur, me mendje të fjetur, jo të zgjuar, që të dinë të mendojnë, që të dinë të japin shembullin e tyre dhe që të marrin frenat e vendit tonë në dorë. Ne se kemi këtë rini dhe ajo pak rini që është aktive, se kemi dhe njerëz të mirë, dhe ajo rini që është pak aktive, nuk e lën këto çakit e mëdhenj, se të glaborojnë ta. Prandaja, dhe më bëri shumë përshtypje, kjo puna e në lidhje me politikën, sepse tashi, me fjalë për rinin, nuk dua rini të Big Brotherit, për rinia e përputhjes, rinia e portokallis, ato budalliqet, ato janë gjëra që nuk t'japin asnjë farë ndjesie, kënaqësie, ose të mësosh. Ato janë rini e bërnut, rini e keqe. Tash të marrin shembullin e... Shiko, përsa i përket rinisë, se po të shikosh ti thua që nuk është aktive, nuk është shumë sociale, po të shikosh lokalet e natës janë plot. Janë plot lokalet e natës. Pra, kush duhet jetë më shumë plot, lokalet e natës apo biblioteka kombëtare? Natyrisht që duhet jetë biblioteka, se atje mëson njeriu, mëson si të sillet, si të flasi, si të komunikojë. Edhe në klub mëson se ti të kërcej, se si të sillet, se si... Në klub mëson kur vëlliqem në klub. Mëson drogon, mëson ato prostitucione që bëjnë ata, s'ka gjë më të shëmtuar në klubet tona. Ka në për klub e prostitucion dhe drogë? Natyrisht, ashtu siç doli në Itali, që i kapën ato në Italis, që ishin klub VIP-ash dhe i kapën edhe t'i dënojnë ata. Çfarë mendimi keni për Big Brotherin? Për çunat e Big Brotherit tërësi, pastaj flasim edhe për kotën. E thash për Big Brotheri është, të kam thënë unë, është big kurvash aty. Atje përcillet një mesazh negativ. Atje njerëzit nuk kanë ato komunitetin e tyre, komunikimin e tyre të edukuar, të sjellshëm, pa atje me arbutëri, bërtasu, lërasin, edhe këta e bëjnë kastile atje i fusin brenda në Big Brother që mendja e tyre të trulloset, se natyrisht po s'dole në ajër nuk e oksigjen, truri ka nevojë për oksigjen, edhe ata i bëjnë kastile aty që të zihen, të ndërsen me njëri tjetrin, si ata kafshë që i fusin kafaz. Çfarë duan të arrijnë me këtë? Ata duan të arrijnë me këtë, sepse dhe nesër pas nesër dhe në shtëpitë tona do krijohet Big Brotheri, do na suverenojnë me kamera që të na përgjojnë të tjerët dhe neve do jemi në mbikëqyrjen e këtyre zagarve. Po ta marrësh edhe tani, ne jemi në mbikëqyrje, pra aq kosa në xhep mbajmë një smartphone, pra aq kosa... Do bëhet më keq. Do bëhet gjendja edhe më keq. Në përshpira është zgjedhja jote, nëse ti do e vendos kamerën, s'do... Do të detyroj, mos e kesh, mos e qet halli, do ta detyroj tani. Pra ti po thua që po shkojmë drejt teknologjisë, drejt robotizimit të gjërave. Është shumë e keqe. Pse është e keqe kjo gjë? Sepse ti mund ta kesh shumë rahat. Po shikoj ti di çfarë bën shtëpinë time. Ajo është gjë personale, është private dhe unë do bëj çfarë dem në shtëpinë time. S'ka drejt ai të më kontrolloj mua çfarë bëj. Edhe mos pionoj pastaj. Se unë do flas. Jam e lirë, siç po flas tash, jam e lirë, jam nese. Ke ndjekur ndonjë Big Brother? Jo, që kam parë në Facebook. Po këtë mbylljen e TikTokut si e mendon? TikToku thanë për nesër do mbyllet. Mua s'më duket fare e drejtë, sepse nuk është faji i TikTokut që fëmija po vriten e po priten, faji është i edukimit që vjen nga prindërit që të vegjël. Fëmia merr atë edukatën që në moshë të vogël, ashtu si domatja që i vën shkopin që të ri drejt, ashtu dhe fëmia duhet. Po tash njerëzit bëjnë shumë kalamaj, thënë erdhëm Tiranë këto të ardhur që vinë. Bëjnë shumë kalamaj? Edhe i lënë lirshëm pastaj. Që japin bukë dhe ikin, lëre fëmin. Po fëmia do edukim, do të mësohet. Ka shumë gjëra që duhet edukata
familjare, personale për fëmijën është shumë e rëndësishme. Pastaj i takon mësuesit të edukojë, të merret me fëmijët. Pra duke qenë se jemi në zhvillimin e teknologjisë, zhvillimin e të gjitha këtyre updatimeve të fundit, le të themi, ju thoni që teknologjinë e zgjedh vetë se çfarë ti do që të ndjekësh ose të shikosh. Në TikTok për shembull mund të ndjekësh gjëra shumë interesante, thonë ju, që janë shumë të vlefshme për njeriu, sikurse mund të shohësh edhe gjëra budalliqe që nuk i vlen askujt. Nëse unë nuk jam dakord me mbylljen e TikTokut, edhe këto le të mbyllin, e di çfarë bëj këto, le të mbyllin ato shkolla që janë me femra, me vajza që vishën jashtë si puna e këtyre kape këtës, që vishën kështu si këto të mbyllin këto. Këto mos të jojnë. Po, do nxjerrin mbyllën për jashtë. E ka të vesh. Jo, nuk është e rregullt ajo. Jo, i çfarë se vë gishigoj, nuk është e rregullt ajo. Vajza do të veshë fustan, do duket si një lule, si një vazë e bukur me shumë ngjyra. Ajo është bukuria e femrës, e vajzës. Si puna juaj? Unë tash jam burra, nuk jam vajzë, unë kam bërë një fëmijë. Fustan, fisnike. Tani për sa i përket politikës. Politikës, do flasim për politikë. Për politikën, më vjen çudi, jemi vetëm vend. Jemi vetëm vend në botë që një i burgosur si Ilir Meta është në Burgari, ai në vend të kryej atje të lajt mëkate që ka bërë, vjedhje që ka bërë, krime që ka bërë, edhe shkoi të shlyej atje në Burg, kërkon të bëhet deputet. Atëre, si është e mundur kjo gjë? Atëre do po vjedh, po bëjmë kriminale, do bëjmë deputete, që të bëjmë deputete, do fusim në Burg, do paguar e do bëjmë deputete. Pse kështu është? Jo, pra ne nuk jam dakord fare që ai të bëjë deputet, sepse shumë njerëz do të ankohen për këtë gjë, sepse nuk është e drejtë. Ka llafe që atje te Burgu janë bërë një tufë mirë nga këta të PS-s, pra do ketë një PS paralele, duke qenë se janë arrestuar shtunë. No, ata nuk do i zgjidhe as se janë Ajduta. Ajduta nuk është i vlefshëm për asgjë, sepse ato do vazhdojnë përsëri të vjedhin. Ata nuk kërkuan një falje, nuk thanë pendohemi për gabimet që kemi bërë, po përkundrazi kërkojnë të bëjnë akoma dhe duan prapë të vjedhin, të mashtrojnë, na gënjejnë neve si popull, dhe kjo është qëllimi i tyre. Prandaj mos i besoni, le ti besojmë rinisë. Këto partitë e mëdha nuk duhet t'i votojmë shumë, sepse me këta jemi mërzitur, na janë bërë si burnonën na janë bërë. Kush është politikani më i mirë? Asnjë s'është. Unë dëshiroj që të kemi këto partitë e vogla, t'i provojmë këto partitë e vogla, këto që kanë dalë, të bashkojmë bashkë partitë e vogla dhe t'i vëjmë shkelin këtyre të mëdhajave. Kë shikon nga partitë e vogla ti që mund të ecë? Po më duket çapkën ky Adriatiku, i shkathët, edhe ky tjetri ky Qori, Shabani, duke njerëz edukuar, pedagog janë ata, njëri avokat, nuk është puna e profesionit, po duke sikur e kanë marrë në dorë që do bëj diçka për Shqipërinë. Ta ndryshojmë Shqipërinë, sepse ngelëm shërbëtor në dyert e botës, duke bredhur në rrugët e botës. Si e komenton arrestimin e Ilir Metës, këtij Erion Veliaj? Erion Veliaj ishte shumë sot ka në orën 12:30 ka gjyqin dhe është shumë e drejtë që e arrestuan, sepse ai ka vjedhur, ka mashtruar, me taksat tona ai ka bërë qef, duke bler. Shikosh edhe Tirana ka rregulluar. Jo, çfarë? Është ndryshuar komplet faqe. Unë jetoj ke Besmaji, aty nuk ka një park nuk ka, vetëm pallate, vetëm pallate. Ujë të pishëm nuk kemi, me orar, me pompa, me gjëra, akoma s'kemi ujë. Ai uji nuk pihet, ne blejmë ujë, prandaj ai na ka sillur në një gjendje shumë të tmerrshme. Dhe kërkon prova ai. Çfarë prova? Ja, këto janë prova më ti. Këto janë prova, i ka vjedhur legët tona dhe ne s'kemi ujë në përçetat tona. I kemi me orar dhe ai uji spihet. Sa vite punë keni ju? Unë kam 30 vjet punë, 30 vjet. Nëse sot, duke qenë se ju keni 30 vite pune, nëse sot juve do të donit ose do të kishit nevojë që të blenit një apartament, a mund ta blesh dot? Jo, me rrogat tona jo. Unë fati im i mirë, shkova në emigracion që bleva apartament. Punova atje 3 pulla në ditë. Punoja dhe bleva një apartament. Se tishe për këtu unë do bleja kur apartament, sepse këtu janë çmimet më të shtrenjta në Evropë. Çmimet edhe mallrat, këto ushqimet janë të supermarketeve janë të elmuara, 35% e mallrave në supermarkete janë të elmuara. Ç'a do ham, ku do ushqemi, ç'a të bëjmë? Zgjidhja është tu. Juve që keni ata njerëz që janë fshatarë, që kanë toka në shtëpitë e tyre, le të punojnë në tokat e tyre, të marrin pula, të marrin qingja, se unë kështu dua.
kush del do një që ka tokë, unë do shkoj me gjithë qef do shkoj. Edhe ajo zgjidhja, sepse jemi në prag të luftës. E duhet të dalim të timi të përgatitur. Prag të luftës, për çfarë? Luftës kujt? Lufta e tretë? Lufta do vi tash që ande do vi gjithë Europa po mobilizohet që të armatosen në Evropa, si se ke marrë vesh, gjithë Evropa. Tani lufta që thanë do pushoj me Ukraina, me Rusin, ato akoma po vazhdojnë. Po vazhdojnë lufta dhe nuk ka, edhe Trumpi që thotë që mendon për paqe, për qetësi, jo, ai më keq do bëj ai. Më keq do na i bëj jetën, sepse ai do të rrëmbej, të grabisi Kaliforninë, do të grabisi Meksikën, Kanadan, do t'i bëj të tyjat ai kokë verdi, se do në verdi. Tani, për të qëndruar pak edhe pak tek pjesa e luftës. Megjithëse që do flasim shumë, kemi shumë gjëra për të folur dhe më dole fiks te tema e luftës. Mos ndoshta duhet të kthehemi prapë në kohën e komunizmit kur shteti punonte, grumullonte, saqë edhe nëse do kishte një mbyllje totale të vendit, të kishte mundësinë që për një farë kohe t'ja dilte ose ta mbante shtetin të mbyllur dhe popullata të ushqehej. Mos ndoshta jemi prapë në këtë rrugë? Po, bile jemi edhe më keq jemi. Edhe më keq jemi sepse njerëzit nuk kanë as atëherë bëheshin bunkera që të strehoshim.